Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur në përgatit për iftar mishe lakra me mish terër edhe me mish toza që bëhen shumë të shishme, tradicionale. Krejt që kanë nevojiten prej përberse janë 600 gram me mish të viçit të sot lopës, e kemi pastru mirë, 3-4 copa mish terër, pra, 2 qepi kemi gri, 2 domate, gjys lakra të madhe e kom gri, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të gjellës biber të kuq, 1 lugë të mes me biber kokër ose pluhur, vaj, së dhe ma vorna nevojitet pak ujë. Pra, mishe lakra në furr, jo në tenxhere, por në furr ishtina masanene. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tash morrim tenxheren, spori edhe qesim vaj. E lojna pra vajin që të nxehet, mandej ka vërdisim qept mishin, domatet krejta përbersit. Ashtë nxehur vaj, tash hedhim qep. Mishe. Edhe mishin e terër e kemi lanë pra me ujë të ftohtë, kemi qip me ullë për pak që ka qënë atë kripën që e ka. Kemi ka vedit qep, mishin për pak, tash të e qesim tomatët, vegetën ose krep, vegetën kuq, vegetën e zi, prapë të qesim. Tash të vojna duke i shtu lakna që ka pak, edhe duke i përzit. Furrën e quajna në 230 gradë që të nxehet. Tjetë nxehet, pra. Basi i kemi kaverdis edhe lakrat, mishin edhe krejt përberset, e kanë shu longën si shpe shefni, vetëm pak uja qesim andej me këtë tepsin që është, ose me tepsi tjetër që hajtë keni, për ndryshe tavë. Furra është të nxehur. Tash i kemi qip ka në tavë, lakrat, mishin, ja qesim veç pak ujë i ushëm. E mbulojna tavën me folje edhe e fusim me një herë në furrën e nxehur. E kemi mbulu edhe tavën me folje, 3-4 vena, ja bojna kështu ose 5 vena, ka një vrim, e fusim pra tavën e furrë. Edhe tavën e kemi prej furrës, e kemi lënë për 1 orë e 35 minuta, pra në furrë. Tash të e largojna edhe foljen, bismillah, edhe shifni se si duke në shlok. Ja kemi largu edhe foljen, mishe lakrave janë të gashme për iftar. Një iftar tradicional me bukët misrit ashtu që shkon e shefni vetë
të langshme, të shishme, bon pa fund. Ja vlen ti provoni se cila mutër që ti përgatit një kështu në furr. Neve na bëft mirë, iftari, Allah na pranoft agjerimin, juve neve po ashtu, nëse i provoni, ju lumshin duart, ju bëfshin mirë, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them, miru pofshim.